Flamurtari ka shënuar humbje në ndeshjen e luajtur në Vlorë ku përballë kishte Egnatian. Një gol i Bakayoko dhe më pas pritjet radhazit të Dajsinanit kanë nxjerrë Egnatian nga kriza e rezultateve në kampionat në startin e këtij viti. Rogozhinasit kanë fituar me shifrat 1-0 ndaj Flamurtarit, duke mos humbur hapin e ekipeve kryesuese të kampionatit. Në një ndeshje ku ekipi vendas ishte më këmbgulës, Bakayoko ja doli të shënonte në startin e pjesës së dytë, e më pas Rogozhinasit si rallëherë u tërhoqën thuajse të gjithë në mbrojtje të rezultatit. Vlonjatët patën rastet e tyre për shënim, por kishin përballë Dajsinanin e pakalueshëm, i cili ruajti rrjetën e paprekur e kësaj siguroi 3 pikë të arta për ekipin e tij. Për Flamurtarin sfida nisi keq, pasi Çantakias, që ishte projektuar titullar, u dëmtua në nxemje dhe vendin e tij e mori skuadrone. Kuqezin kishin hedhur një skuadër sulmuese në fushën e lojës, ndërsa qysh në nisje Trashi Arkon në zonë, por largohet me kokë. Flamurtari e nis mirë lojën dhe është më kërkues. MM provon me një pasim, por nuk godet siç duhet. Vetëm 5 minuta lojë, Ramani me të djathtën provon nga distanca, por gjuajtja e tij përfundon larg kuadratit. Miqt duken të tërhequr në këto minuta të para. Fanga i kroson një top, por pa adres. Në minutat në vim albaneze dhe Franga i gabojnë. Në minutën e 12 kapiteni Trashi kroson nga këndi në qendër, por nuk e pret askush. 7 minuta më vonë zbritje rrezikshme Egnatias, Selmani nga e djathta mundohet të gjej grudën në shtyllën e dytë me të majtën, por pjeshka devion në këndore. Zgjohet Egnatia që duket më shumë prezente në fushën e Flamurtarit. Në minutën e 25 gruda provon nga një distancë e largët me një gjuajtje tokasi, sfera shkon jashtë portës. Më pas Binsuka nga e majta, Shman Gjemailin dhe gjuan, por nuk gjen portën e Dajsinanit. Një zhytje me kokë Fernandos pritet nga Leskovski. Pjesa e dytë do të niste me gol. Shifra do të zhbllokoheshin në minutën e 47. Ruçi shkëputet nga e djathta. Harko në zonë ku Bakayoko me kokë gjuan duke shënuar golin e avantazhit. Në minutën e 53 albaneze tenton super golin nga distanca. Topi kalon Alekskovskin, por ndalet nga transversa e portës vlonjate. 6 minuta më pas, Trashi harkon në zonë, por pa shumë forcë. Minutat në vim janë të mira për vendasit. Albaneze provon krosimin dhe që deviohet nga pjeshka. Në minutën e 75, Flamurtari ka një shans të artë për të shënuar. Trashi arkon nga e majta, Peralta gjuan me kokë, por Dajsinani bën një fluturim të rufeshëm dhe devion topin në shtyll, duke shpëtuar portën e tij. Maksuti gabon, ndërsa Bakayoko provon me të majtën, që është për tu haruar. Në fund, 6 minutat shtesë nuk do të ndryshonin asgjë. Trajneri Flamurtarit, Francesco Moriero, foli pas humbjes 0-1 që vlonjatët regjistruan në shtëpinë ndaj Egnatias. Në prononcimin e dhënë pas ndeshjes për teknikun italian të kuqezinjve, ishte një takim i vështirë dhe që nuk mund ta shpjegosh dot këtë humbje. Siamo scesi in campo peggiore, per il risultato è normale, però abbiamo giocato a viso aperto contro l'Egnatia. Normal është një humbje që i përkeqëson situatën, normal në rezultati, po kemi lozë me Egnatia mbatë për ballë. Abbiamo avuto tantissime occasioni per far gol, il loro portiere è stato uno dei migliori in campo, secondo me. Kemi pasur shumë raste për të shënuar, portieri i tyre ishte një nga më të mirë në fushë sipas mendimit tim. Abbiamo fatto un piccolo errore, abbiamo subito gol, per una mancata diagonale. Bëm një gabim të vogël e direkt pësuam gol për një diagonale të vogël. Però devo dire che la squadra ha giocato, ha dato tutto. Mi spiace solo per il risultato che non meritavamo di perdere. Duhet të them që ekipi Lozi bëri gjithçka, më vjen keq vetëm për rezultatin se nuk meritonin të humbisnin. 9 giorni per preparare con Dinamo. Eh sì, ci sono anche i nuovi che sono arrivati. Oggi ho fatto esordire tre nuovi, devono prendere la condizione, bisogna avere un po' di pazienza, però sono giocatori che ci daranno una mano. Po në ditë kohë kanë lojtarë të rinj dhe sot i futëm 3 lojtarë në pjesë të dytë. Janë lojtarë që do të marrin kondicion dhe që do të ndihmojnë. Bene, adesso parlerò col fisioterapista. Ho preso una botta. Mendoj se është mirë, ka marrë një goditje dhe do flas me fizioterapistin.